Komisioni Parlamentar i Sigurisë Kombëtare miratoi nen për nen projekt buxhetin për Ministrinë e Mbrojtjes, i cili është 0,75% e prodhimit të brendshëm bruto, shumë më i ulët në krahasim me 2% e tij që kërkohet nga NATO. Sipas zëvendës ministrit të Mbrojtjes Petro Koçi, në këtë buxhet nuk llogaritet zëri për ushtarakët në rezervë. Shqetësimin e presidentit për buxhetin e ulët për mbrojtjen, Koçi e komentoi si shqetësim të presidentit për faktin që paga nuk i është llogaritur si komandanti i forcave të armatosura. Ndërsa lidhur me shqetësimin e presidentit të Republikës, meqense ai ishte sipas kushtetutës komandant, në fakt nuk ja kemi llogaritur rrogën si pjesë buxhetit të mbrojtjes, po dhe mund t'ja llogarisim në ta. Ky reagim ka ngjallur pa kënaqësi mes deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët e quajtën ironinë e zëvendësministrit të pavend. Sipas Flamur Nokës, ushtria është kthyer në një forcë qesharake dhe përbaltja e figurës së presidentit dëshmon jo seriozitetin e kësaj qeverie. Presidenti i Republikës, si komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, ka shprehur një shqetësim të ligjshëm. E keni kthyer ushtrinë në një forcë qesharake, duke u përpjek të sulmoni, të ironizoni, apo të përbaltni institucionin e presidentit, tregoni që nuk jeni shtet serioz. Ndërsa për kreun e komisionit Spartak Brau, shqetësimi i presidentit qëndron, por ai nuk ka zgjedhur formën e duhur për të folur me deputetët, pasi sipas tij kreu i shtetit nuk duhet të flasë me letra. Komisioni i Sigurisë miratoi gjithashtu projekt buxhetin për Ministrinë e Brendshme dhe atë për Shish. Shtesa në buxhetin e Shish me 2,5 milion euro për blerjen e disa pajisjeve përgjuese moderne, të cilat mund të interceptojnë bisedat në programet Viber apo WhatsApp, do të vendoset nga Komisioni i Ekonomisë dhe Ministria e Financave. Në mbledhjen e këtij komisioni përpos debateve nuk munguan edhe incidentet, madje edhe ato komike, si ndërprerja e energjisë elektrike apo rrëzimi pa pasojë i deputetit socialist Piro Lutaj nga Karrigja.